Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Në fakt është një emision i njanshëm, ndryshe nga emisionet e tjera që ndiqnin në Shqipëri, ky është totalisht i njanshëm. Pra, këtu vinë njerëz që për mendimin tim kanë një lloj integriteti dhe thonë pa dërash ka mendimin e vet. Paktën këtë jam munduar unë të bëj. Pastaj ajo tjetra është në dorën tuaj, pultin e keni në dorë, mund ta ndroni kanalin. Përpara se t'ju prezantoj temën dhe të ftuarit e natës sot, më lejoni që të bëj një ndërkallje për shkak të një fenomeni që po ndodh pikërisht ditën e sotme në Bashkinë e Krujës. Bëhet fjalë për disa banorë, cilët që nga viti 2019, më saktë 26 nëntori 2019-s, janë përjashtë, sepse nuk i kanë marrë të ashtu quajturat apartamente të rindërtuara nga tërmeti i 2019-s. Ndërkohë, një lajm i mirë është që ditën e sotme dhe ditën e dieshme janë hedhur shortet dhe janë hapur disa gogla. Atyre personave që kanë pasur gogla diçka brenda janë dhënë apartamente, ndërsa të tjerëve që ju ka rënë gogla bosh nuk janë dhënë apartamentet. E para, nuk e kuptoj pse bëhen këto diferencime. Së dyti, marr vesh nga banorët që të paktën janë 50 apartamente mangut, që do të thotë ose janë futur aty njerëz patronazhist apo njerëz që nuk e kanë merituar shtëpinë e marrë nga tërmeti dhe kanë bërë 2 palë shtëpi dhe nuk e kanë marrë atë që e kanë merituar që është prish shtëpia, ose unë nuk e di se çka ka ndodhur aty në një aferë tjetër korruptive, por ju kanë thënë banorëve që shiko do ndërtojmë një pallat tjetër në një vend tjetër. Pra, do vazhdoj kalvari edhe pse kanë kaluar 6 vite dhe ata sot e kësaj dite janë jashtë dhe paguajnë qera. Paguajnë qera me paratë e veta, kujdes, nuk e marrin bonusin e qeras. Tani, me sa informacion unë kam, këtu ka jetim nga Spaku që ata që kanë kolauduar banesat nuk ja kanë vënë dispozicion banorëve. Dhe së dyti, ata që i kanë marrë banesat i kanë pa lidhur ujin dhe pa lidhur dritat. Unë nuk e di, në rast se kryeministri jeton pa ujë dhe pa energji elektrike, okay, në rast se ky është standardi, po sakrifikon dhe populli, po me sa di unë, gjithë kanë energji elektrike dhe ujë në përbanesat e tyre. Kështu që thirrja ime direkte është lidhni ujin dhe dritat dhe kujdes mos bëni pisliqe tek ndarja e apartamenteve, sepse banorët e Krujës kanë 6 vite që flenë në për hotele se s'ka as shtëpia me qera tani, dhe flenë kanë zbrit në Fushkruja apo fshatrat e tjerë që lidhin Krujën dhe Fushkrujen. Ky është një qëndrim redaksional i emisionit.